Shirat e rrëmbyeshëm të mëngjesit e kanë kthyer qytetin e Durrësit, por jo vetëm atë, në një sipërfaqe gati liqenore. Shumë prej rrugëve të qytetit, nëse ndjek rrjetet sociale, nëse sheh se çfarë është postuar, ngjajnë më shumë me prrenjë dhe lumenj sesa me rrugët normale të një qyteti. Sot paradite ju kërkova shumë prej ndjekësve të mi të më nisin video nga momentet ose nga jeta e qytetit sot paradite, ndërkohë që rreshjet kishin pushtuar pothuajse rrugët kryesore të qytetit brenda apo të zonave periferike të Durrësit, siç është Kneta dhe zonat e tjera rreth rrotullti. Ishte e pabesueshme se sa shumë mesazhe dhe sa shumë video mbërriten menjëherë në numrin tim të telefonit apo në llogarinë time në Instagram apo në Messengerin e Facebookut, duke më treguar një realitet që shpeshherë ne nuk e prekim dot sepse nuk ka qelluar të udhtoj në Durrës të situatë. Shihni pak videot se çfarë situate është në Durrës. Është një kolazh videosh të cilat tregojnë vetëm situatën të marra nga qytetarë të ndryshëm që më kanë çuar, janë siç janë, nuk janë prekur, nuk janë prerë, nuk janë modifikuar, janë vetëm imazhet e Durrësit, një qytet dhe jashtë tij sot paradite. Ndiqini pak me vëmendje këto video për të kuptuar se në çfarë atmosfere ishte qyteti. Këto pra janë pamjet pak a shumë të asaj që ndodhte sot në qytetin e Durrësit. Nuk është hera e parë që Durrësi pson përmbytje të tilla. Nuk është hera e parë që qyteti ndodhet në pushtetin e ujit si aktualisht. Por nuk është vetëm Durrësi, është Lezhë, është Shkodra, por nëse në Lezhë dhe në Shkodër është e kuptueshme sepse shpeshherë prurjet shumë të mëdha të digave janë detyruar të shkarkohen duke përmbytur një pjesë të fushave të zonave dhe këtu hyn pastaj planifikimi urban absurd i Shqipërisë, ku shpeshherë toka të cilat ishin parashikuara për përmbytye u zaptuan, u ndërtuan shtëpi, pas u legalizuan dhe u normalizuan në një zonë jo normale. Durrësi duket sikur është një histori tjetër, sepse Durrësi nuk ka lidhje me derdhje hidrocentralesh, në Durrës prurjet janë vetëm problem kanalizimesh. Çfarë ndodhi? Pak vite më parë, Lezhë ishte vendi që përmbytej më shumë se kushdo rreth tjetër i Shqipërisë. Por me pak ndërhyrje, me pak po quaj vendosi më të mirë në punë të hidroborëve, me gatishmërinë e plotë të tyre, me një bonifikim më të mirë, Lezhë nga një problem i tmerrshëm i fillimit viteve 2000, që kthehej gati në liqen për një herë, dhe ju duhet kujtoni për shembull çfarë ka ndodhur në vjeshtën e vitit 2002, kur ujërat e rrëmbyer që të erdhën për një herë morën dhe jetë njerëzish, se erdhën krejtësisht papritur.
Ndërkohë që nga kjo situatë dramatike e Lezhës, sot Lezhë është kthyer në qytet që ka përmbytje, sepse përmbytje ka kudo, dhe Tirana, qytet tjera, në një lloj normaliteti. Shkodra vijon të ketë problematikën që vjen nga hidrocentrale, nga derdhja hidrocentrale, të cilët te i mbushen. Kjo pastaj është drama e madhe e Shqipërisë, që në një kohë nuk kemi fare nuk kemi ujë në hidrocentrale dhe kjo impakton ose sjell problem me situatën energjetike në Shqipëri me drita e tjerë, sepse burimet tona kryesore janë burimet hidrike, dhe nga ana tjetër kur bien shira vjen aq e rrëmbyeshëm sa detyrohemi ta derdhim ujin apo të shkarkojmë digat e hidrocentraleve, sepse rrezikohen hidrocentralet vetë. Që kur janë ndërtuar hidrocentralet janë parashikuar me derdhje të cilat duhet vinin në ca zona ku mund të përmbytnin vetëm të mbjellat, por nuk do kishin rrezik për jetën e njerëzve. Por në këto zona janë ndërtuar shtëpi, sikur se thash, janë bërë fshatra të tërë, janë bërë periferi qyteti, që sot përmbyten dhe ti nuk ke më zgjidhje, nuk e di çfarë zgjidhje mund të kishte, vetëm një ndërtim i një dige para dige e cila mund të mbante gjithsesi nivelin e ujit, mund të shpëtonte këto derdhje, por që nuk është kaq e thjeshtë. Kurse Durrësi pse? Durrësi ka nevojë për të vënë në punë hidrovorët, Durrësi ka nevojë për një bonifikim më të mirë, ka nevojë për kanale më të mira. Po ta vini re, sot ishte një video që tregonte pjesën nën kalimin, nën pjesën e Velierës, që ishte kthyer në liqen. Po në liqen do kthehet, se një rrugë që shkon poshtë me tunel dhe nuk ka asnjë shkarkim, ku do shkojë uji? Natyrisht që aty do mbetet. E dyta, dhe shkarkime po të ketë, me një shit të rrëmbyeshëm, shkarkimet nuk e kanë mundësinë ta kalojnë ujin me njerëz dhe ti do bllokosh trafikun. Pra, në Durrës ka qenë problem i madh i planifikimit urban, ka qenë problem i ndërtimit, pra i ekzekutimit të planeve urbane, dhe është problemi i mos funksionimit të administratës dhe të strukturave shtetërore. Nëse këto struktura do funksiononin, Durrësi nuk mund të ishte ky që po shihni ju në këto video, nuk mund të ishte kjo situatë përmbytje në përmasa kaq dramatike. Pse nuk përmbyten qytetet tjera të Shqipërisë, po sa herë bie mbytet Durrësi, apo Shkodrën thash cili është shkaku, edhe pse në Shkodër mund të ketë përmirësime, pse nuk përmbyten qytetet tjera të Shqipërisë, pse nuk përmbytet Elbasani, se shiu tani njësoj bie si në Durrës, si në Elbasan, pse nuk përmbytet Kavaja, po përmbytet gjithmonë Durrësi. Pra është kjo që po ndodh me Durrësin është dramatike dhe duhet parë me shumë vëmendje. Thash dhe njerë, unë do t'i bëja një apel gjithve autoriteteve lokale dhe atyre shtetërore që me Durrësin ta trajtojmë në serioze, sepse ka dhe një kallëzim në spakt bërë nga opozita, pikërisht për problematikën e krijuar në Durrës nga punët bonifikuese që janë bërë. Tani, që ta kuptoni dhe vetë, hidhin dhe një sy imazheve të Durrësit për ta kuptuar se sa dramatike është situata në Durrës. Ndiqeni vetë situatën në Durrës përmes këtyre pamjeve. Është s'di të them, domethënë. Shiheni vetë.